moshën tonë, aktiviteti fizik dhe dieta, por këtë herë do të shohim edhe disa statistika interesante. Me mua janë 3 nxënës të klasës së 9. Përshëndetje. 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 Përshëndetje të gjithëve. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, 80% adoleshentë në botë nuk bën mjaftueshëm aktivitet fizik. Çfarë mendoni për këtë? Kjo është shqetësuese. Organizata botërore e shëndetësisë rekomandon të paktën 60 minuta aktivitet fizik në ditën për moshën tonë. Por shumë të rinj kalojnë mbi 3-4 orë në ditë para telefonit duke lëvitur shumë pak. Po për dietën, çfarë thotë statistika? Sipas disa studimeve evropiane, më pak se 30% e adoleshentëve konsumojnë fruta në periudhë shëndetësore, ndërkohë konsumimi i pijeve me sheqer është shumë i lartë. Një fakt tjetër interesant është se fëmijët që hanë në gjithë rregullisht në shtëpi kanë më shumë informata në shkollë dhe nivel më të lartë përqendrimi. Pra, çfarë ndodh kur kombinohen aktiviteti fizik dhe dieta e shëndetshme? Studimet tregojnë se të rinjtë që janë aktive, ushqen mirë, kanë nivel më të ulët stresi dhe vetbesimin më të lartë. Gjithashtu përmirësohet cilësia e gjumit. Aktiviteti fizik ndihmon trupin të pushojë më mirë gjatë natës. 3. Pra, teknologjia ka ndihmë? Po, studimet tregojnë se sa më shumë kohë para telefonave, aq më lartë është rreziku për mbi dhe probleme me përshëndrimin. Ndërkohë, aktiviteti fizik ulë rrezikun për sëmundjen e zemrës dhe diabetin e të ardhmen. Statistikat janë të qarta. Shumica e rinjve nuk lëvizin mjaftueshëm dhe nuk ushqejnë si duhet, por lajmi i mirë është se çdo ndryshim i vogël që bëjmë sot sjell përfitime të mëdha nesër. Le ta kthejmë lëvizjen dhe ushqimin e shëndetshëm në stil jetë, jo në detyrim. Faleminderit që na dëgjoni.